Gjykatësi dyshuar për korrupsion Gjoko Ristov ka një bagazh të bujshëm në sistemin e drejtësisë. Në vitin 2020 ai u bë gjykatës në gjykatën e apelit, ku vendosi për rastet që lidhen me ish-kreun e ish-drejtorisë së sigurisë dhe kundërzbulimit Sasho Mihailkov të hapur nga Prokuroria Publike Speciale Target Fortesa, që ka të bëjë me përgjimet masive, si dhe rasti Trezor që ka të bëjë me prokurimin e pajisjeve britanike për përgjimin e komunikimeve elektronike. Ai ishte gjithashtu si gjykatës raportues për rastin e Prokurorisë Speciale TNT, që ka të bëjë me prishjen e kompleksit Kosmos të biznesmenit Fiat Canovski. Kur ishte gjykatës në gjykatën penale të Shkupit, Ristov gjykoi rastin Metastaza, që ka të bëjë me abuzimet me pensionet invalidore, rastet Albatros dhe Bumerang, që kanë të bëjnë me rishfet nga zyrtarët, rastin Izgrev, që ka të bëjë me abuzimet me pronat e Kishës Ortodokse Maqedonase, rastin Total, një rast i hapur nga ish-prokuroria speciale, në të cilin ishte akuzuar gazetari Dragan Pavlović Latas. Ish-kryetari i Këshillit Gjyqësor Zoran Karagjoski për televizionin 21 thotë se në të gjitha lëndët gjyqësore ku vërtetohet korrupsioni, duhet të përsëriten proceset sepse në to nuk është ndarë drejtësia, por rishfeti. Sipas tij duhet të bëhet vetting urgjent në sistemin e drejtësisë. Согласно Уставот на Република Македонија, ветинг не е возможен, бидејќи кога зборуваме за ветинг, сите го подразбираме оној ветинг кој што беше направен во Република Албанија према судиите. Согласно Уставот, меѓународната заедница директно не може да биде вклучена во такви действија, туку треба во рамките на законите, ние имаме доволно и добри закони, врз основа на кои што може да се откриваат кривично-правни дејанија и да се врз основа на тоа да се извршува повторување на постапките судски, кривични или граѓански постапки во случаи каде што е откриена корупција. Karagjoski është i mendimit se duhet të ndiqen edhe raste të tjera të korrupsionit për të shkëputur binomin avokat-gjykatës, të cilët shtyhen palët në afera korruptive. Shtoi si qytetarët duhet të denoncojnë çdo kërkim mitoje, ndërsa organet hetuese duhet të reagojnë pa kompromis. Особено е важно функционери кои што се најдат на позиции да раздаваат правда како суди, јавни обвинители и сите останати вработени во државна служба, функционери како пратеници, министри и така натаму, треба да бидат особено подложни на критика и на испитување од страна на државните органи за прогон. Видете, корупцијата е сложена аномалија, сложен проблем, бидејќи кај корупцивното однесување двете страни имаат интерес. И доколку едната страна, јавноста или сознанија, индиции за коруптивно однесување не бидат пријавени или осознаени како од овластени институции или пријавени од граѓани кои што им било побарано некоја услуга незаконска, може да се случи да остане неоткриено таквото корруптивно однесување. Ndaj gjykatësit të apelit Gjoko Ristov rëndojnë dyshimet për 2 vepra penale që ndërlidhen me korrupsionin bashkë me avokatin Fehmi Stafa. Ky i fundit 2 muaj do të jetë në paraburgim, ndërsa Ristov në arrest shtëpiak.